Në deklaratën e tij para anëtarëve të gjykatës kushtetuese, Erion Veliaj në shumicën e atyre që tha ishin gënjeshtra. Duke nisur nga vendimet që ishin marrë në Këshillin Bashkiak, nga rrëmbimi i pretenduar nga drejtësia kundryshe nga kjo e premte ku shfaq me pranga, në momentin kur u arrestua në 10 shkurt nuk ishte as pranga, as furgon policie. Por gënjeshtrat e tij shkojnë deri te deklaratat për djalin e tij të mitur. Shumë kush mund t'i kujtoj herët që Erion Veliaj në rrjetet sociale na thoshte se i mungonte i biri, që nuk e përqafonte dot se ndodhej në qeli, por këtë të premte Veliaj gënjeu sërish. Në deklaratën e tij Veliaj na tha se djalin dhe familjen e tij e ka takuar më shumë në burg se kur ka qenë i lirë, sipas tij, për shkak të detyrës. Dikush që mund të ankohet për mungesë time është vetëm nëna ime dhe familja ime. Aty ka marrë mungesë 10 vjet rresht, teksa përgjigj detyrës i shërbej këtij qyteti. Ata i kam takuar, djalin tim kam takuar më shumë në burg se që kam takuar në liri. Ku e lija në gjumë dhe i gjeja në gjumë për shkak të kësaj detyre dhe këtij përkushtimi. Ky është Erion Veliaj, që për të bërë viktimë në sy të qytetarëve dhe para anëtarëve të gjykatës kushtetuese shkon deri atje sa zbulon dhe gënjeshtrat për deklaratat për djalin e tij.